Duke filluar nga data 9 gusht, Mërkuri që është planeti i logjikës dhe i komunikimit do të lërë pas shenjën emocionale të Gafores për të hyrë në shenjën e zjarit të Luanit, kështu që do e harroni apo do lini pas atë komunikimin emocional, empatik, apo paqartësinë e javëve të kaluara, për shkak se kemi kaluar edhe Mërkurin e zmbrapsur te Gaforia, për të hyrë në një energji krejt tjetër, komunikimi ku gjëra do thuhen troç, me zë të lartë, me shumë guxim, edhe me pak dramatizëm. Njerëzit do të kenë dëshirë që të dëgjohen, që të jenë në qendër të vëmendjes me atë që do thonë, me idetë e tyre. Do të jetë shumë e lehtë që të përfshihemi në drama, nga ana tjetër, gjëra të panevojshme, në më saktë në situata të panevojshme, dhe të mos dëgjojmë mendimet e të tjerëve, sepse do të jemi shumë kokfort dhe do të pranojmë vetëm mendimet tona, apo do të mendojmë se gjithmonë kemi të drejtë. Është koha e ideve madhështore, kështu që në qoftë se keni një projekt, një ide, një prezantim apo një rritje page për të kërkuar, është momenti i favorizuar tashmë që Mërkuri do të hyjë në shenjën e Luanit më 9 gusht. Karizma juaj do të jetë arma juaj më e fortë në negociata. Pastaj nga ana tjetër do të keni një kujdes sepse Luani ju shtyn drejt luksit, do të jetë edhe Venusi dhe Peshorja, kështu që do të jetë tendenca për ta shpërdoruar lekun, edhe e dim që Luani si arketipe ka këtë bujarin edhe është shumë dorëlëshuar, kështu që duhet të kontrolloni her pas here llogarinë tuaj bankare, kartat e kreditit, të debitit, çfarë keni, për të parë balancën, sepse edhe mund t'ju ik fare nga duart. Edhe nuk është gjë e mirë.